Tragjedi në futbollin spanjoll, ndahet nga jeta mbrojtësi 23 vjeçar. Futbolli spanjoll është zhytur në zi pas lajmit tragjik për ndarjen nga jeta të Zeben Ramos, mbrojtësit të ri të Las Palmas, i cili ndoroi jetë si pasojë e një aksidenti të rënd rrugor në Gran Canaria. 23 vjeçari ishte përfshirë në një përplasje automobilistike më 9 qershor në zonën e Arucas dhe kishte qëndruar në koma për 15 ditë. Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme të mjekëve, Ramos nuk arriti të mbijetonte nga plagët e rënda që kishte pësuar. Klubi Las Palmas, që këtë sezon ra nga La Liga, publikoi një deklaratë prekse dhe një video në nderim të lojtarit të ndjerë. UD Las Palmas shpreh keqardhjen më të thellë për ndarjen nga jeta të Zebensuj Ramos González, i njohur në futboll si Zeben, thuhej në deklaratë. Lojtari i ekipit të Las Palmas C, në moshën 23 vjeçare, nuk mundi të mbijetojnë pas plagëve të marra në aksidentin tragjik më 9 qershor. Zeben Ramos, përshkruhet si një mbrojtës i krahut të majt, shumë i adoptueshëm, i përkushtuar dhe me një qëndrim shembullor brenda dhe jashtë fushës. Fal punës së tij të palodhur, ai kishte fituar mundësinë të stërvitej rregullisht edhe me ekipin rezervë të Las Palmas Atletico. Familja e verdhëve është në zi, ngushëllimet më të sinqerta për familjen, miq dhe bashkë lojtarët e tij. Zeben do të mbetet për jetë në zemrat tona, përfundon deklarata.